Trajneri i Plymouth, Tom Cleverley, ka folur me superlativa për Lauren Tolain. Ky i fundit, me 20 gola, është bomberi i skuadrës në kategorinë e tretë të futbollit anglez. Cleverley tregoi se bashkë me drejtorin, akoma nuk janë njoftuar për oferta. Deri tani, 24 vjeçari shfaqet i fokusuar te klubi i tij, që mban vendin e 7 në renditje. As në telefonin tim dhe as në atë të Derek Adams nuk kanë ardhur zile, por mendoj se menaxherët po bëjnë punën e tyre në prapasken. Toli nuk ka shprehur asgjë se dëshiron që të largohet nga klubi dhe mendoj se mund ta shikoni nga puna dhe shpirti luftarak përpara se të flitet për gola, sa shumë ai dëshiron që të luajë për Plymouth. Sigurisht, ai është një nga lojtarët tonë më të mirë dhe do të tërhiq vëmendje dhe oferta. Çdo skuadër në vend do të donte një sulmues që mund të kthejë një barazim në fitore në moment, dhe pikërisht këto lojtarë kushtojnë shumë para, u shpreh trajneri Cleverley. Sinjali i trajnerit të Tolait është i qartë. Kushdo që kërkon shërbimet e bomberit shqiptar duhet të paguajë shumë. Kujtojmë se për ta transferuar në verë u paguan 1.4 milion euro.